u rrit steka dhe u rrit niveli, nuk kemi nevojë më për këto tifoz. Një vendim i tillë është një vendim i papranueshëm. Vendimi i Federatës Shqiptare të Futbollit për të anuluar biletat e parezervuara të tifogrupit Tifozat Kuqezi, që mos harrojmë është edhe zemra rrase e kombëtares tonë, është pak befasues, por në të njëjtën kohë edhe i hidhur, sepse po flasim për një grupim i cili ka dhënë shpirtin, ka dhënë jetën, parat, kohë nga jeta e tyre për të qenë në stadiume. Ka mbështetur kombëtaren shqiptare të futbollit edhe kur në stadiume nuk shkonte njeri, edhe kur Shqipëria luante për ato vendet e parafundit, apo vendin e fundit, apo ta mbyllte thjesht me nder. Edhe kur barazonin kundër një Andorre, kundër një Qipro, apo mundeshin nga çdo lloj kombëtare tjetër. Ato kanë qenë gjithmonë aty, në shkallët e stadiumit, duke bërë tifo, duke brohuritur, dhe të penalizohen në këtë moment që Shqipëria është kthyer një reklam shumë e madhe për çdo shqiptar, po flas për kombëtaren që ka arritur 2 kualifikuese në Europian dhe tani do të tentojë të bëj kualifikimin historik në botror. Kjo më duket pak e padrejtë, sepse do të thotë që tani që u rrit steka dhe u rrit niveli, nuk kemi nevojë më për këto tifoz. Por kjo ka ndodhur me shumë tifogrupe të tjera që gjithashtu kanë qenë një mbështetje tepër e madhe në momentet më të vështira të kombëtares. Flas këtu për ballistët që nuk duhet të harruar, zhvercerat gjithashtu, plisat gjithashtu. Pra janë shumë tifogrupe të tjera që kanë nisur të mos marrin këto biletat e parezervuara që gjithmonë i kanë marrë. Nuk e di nëse kjo vjen nga një konflikt i brendshëm, nuk e di nëse kjo vjen nga një, le të themi, një parandalim i asaj që mund ndodhi para ndeshjeve që do kemi me Serbinë, por fakti është që një vendim i tillë është një vendim i papranueshëm